Dhënia me koncesionin ndriçimit publik në Tetov ka qenë tema me të cilën kandidati për kryetar të komunës së Tetovës, Bajram Rexhepi, ka nisur fushatën e tij në kuadër të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim. Bajram Rexhepi tha se komuna e Tetovës përmes këtij koncesioni i ka shkaktuar dëm buxhetit të komunës dhe se nga kjo përfitojnë vetëm disa individ. Ai siguroi qytetarët e Tetovës se menjëherë pas zgjedhjeve do ta shfuqizojë këtë kontratë. Sipas kësaj kontrate, operatori privat duhet që brenda 6 muajve nga data e nënshkrimit të zëvendësonte 8720 llamba ekzistuese me llamba të reja smart dhe LED, dhe ky afat është i kaluar prej kohësh. Por Tetova sot ende nuk ka ndriçim të modernizuar dhe qytetarët paguajnë fatura më të shtrejta për ndriçimin publik në Tetovë. Ky është një plan i pastër për pasurim të individëve në kurisë të qytetarëve. Dhe unë ju siguroj se këtë kontratë do ta shfrytëzojmë menjëherë dhe nuk do të lejojmë që pasurimi i individëve të vihet mbi interesin publik dhe mbi të ardhmen e qytetarëve të Tetovës. Por kundër kandidati i tij dhe kryetari aktual i Tetovës, Bilal Kasami, tha se më herët kur ndriçimi publik menaxhohej nga komuna, shpenzoheshin rreth 200.000 euro në vit për fatura. Ne kemi përmendur që në të kaluarën derisa ndriçimi publik menaxhohej nga komuna, në çdo vit komuna duhet të plotësoj pagesën e faturave të energjisë elektrike që harxojnë nga ndriçimi publik me diku rreth 200.000 euro në vit, dhe sot përderisa ky menaxhohet nga privati, në çdo vit komuna ka të hyra diku rreth 200.000 euro mjetet të cilat shkojnë në zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik. Përderisa deri dje Tetova, e gjysmë e Tetovës ishte në terr, sot nuk ka rrugë dhe rrugicë Tetova që nuk ka ndriçim publik, dhe me këtë projekt ne po vazhdojmë në zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik. Ndryshe, ndriçimi publik në Tetovë është dhënë në koncesion në vitin 2023.